Për mua çdo pasuri e patundshme që ndodhet në portofolin tim është e rëndësishme. Ama ka disa arsye të forta për të cilat preferoj të mos bashkëpunoj për prona specifike. Një nga arsyet kryesore pse zgjedh të mos bashkëpunoj me disa prona specifike është vlera e pronës më lart se sa realisht është tregu. Në raste të tilla kjo perceptohet si humbje për vlerësit e sigurisht që do doja të ruaja reputacionin tim dhe gjithashtu të vazhdoja besimin te klientët që kanë zgjedhur të bashkëpunojnë me mua. Një tjetër arsye tek e cila zgjedh të mos bashkëpunoj në rastet kur pronat kanë problematika të ndryshme që shoqërohen me pasaktësi dhe pa mjaftueshmëri të dokumentacionit ligjor. Sigurisht që problematikat në dokumentacionin do të sjellin vonesa, humbje në kohë, humbje parash dhe telashe për klientët e mi, gjë të cilën nuk do të preferoja që të merrja pjesë. Një rast tjetër tek i cili do të zgjidhja të mos bashkëpunoja do të ishin rastet e investimeve të pasigurta. Këtu i referohem të gjitha objekteve të cilat zhvillohen nga një investitor i cili nuk ka një background të pastër për tregun. Së fundmi, një nga arsyet kryesore pse ju zgjidhni të bashkëpunoni me agjencitë, është arsyeja që ne jemi një filtër për pronat. Për këtë arsye dhe unë i përzgjedh pronat për të cilat ju ofroj shërbim, që t'ju ofroj juve sa më tepër integritet, besim dhe siguri përgjatë procesit të blerjes së pronës suaj.